Tension financiar. Horoskopi javor zbulon vendimin që duhet marrë për të shpëtuar të ardhurat dhe investimet. Ndalo. Ky horoskop javor nuk është për argëtim, është një urgjencë financiare. Java e 13-19 tetorit sjell një tension financiar të papar, ku çdo lëvizje e gabuar mund t'ju kushtojë mira. Hëna dhe Merkuri po rreshtojnë sektorët tuaj të paras dhe po kërkojnë një vendim thelbësor. Ju duhet të veproni me mendje të ftohtë për të shpëtuar të ardhurat apo për të rritur investimet tuaja. Cili është vendimi i saktë që shenja juaj duhet të marrë këtë javë për të shmangur katastrofën dhe për të siguruar fitimin? Mos bëni asnjë shpenzim pa e dëgjuar horoskopin javor. Daforia. Tensioni financiar për ju lidhet me investimet afatgjata dhe sigurinë e familjes. Keni nevojë për të stabilizuar financat, por jeni duke u tërhequr nga një rrezik i mençur. Vendimi që duhet të merrni: hyni në një partneritet biznesi ose vendosni të bëni një investim të madh që përfshin shtëpinë apo një pasuri familjare. Mos keni frikë nga ndryshimi, stagnimi është rreziku më i madh. Kujdes me huadhënjet e anëtarët e familjes, pasi kthimi mund të vonohet. Kjo javë ju kërkon të jeni të fortë dhe të mbroni vlerat tuaja. Një telefonat në fundjavë mund të sjellë një lajm të mirë financiar, ndoshta nga një burim i vjetër, por mos u mbështesni vetëm te fati. Duhet të krijoni një buxhet emergjence dhe t'i përmbaheni atij. Briqapi. Fokusi është te karriera dhe statusi publik që sjell fitim. Ndiheni se punoni shumë, por nuk vlerësoheni. Vendimi që duhet të merrni: bëni një kërkesë të qartë dhe të saktë për rritje page, ose kërkoni një projekt me vlerë më të lartë financiare. Ky nuk është momenti për modesti, është koha për të treguar vlerën tuaj. Kujdes nga shpenzimet e papritura për imazhin publik ose veshje luksoze. Investimi më i mirë është te edukimi profesional juaj, i cili do të paguajë menjëherë. Nëse nuk ndërmerrni këtë hap, do të mbeteni të bllokuar në pagën aktuale për një kohë të gjatë. Përdoreni fundjavën për të planifikuar se si të dilni para rivalëve tuaj. Dashi. Tensioni financiar për ju lidhet me borxhet, kredit dhe paratë e përbashkëta. Keni bërë disa gabime të vogla financiare që po grumbullohen. Vendimi që duhet të merrni: përcaktoni një plan të shpejtë dhe rigoros për të shlyer borxhin më të madh që keni. Mos e shmangni asnjë thirrje nga banka. Lëvizja juaj e shpejtë do të shpëtojë reputacionin tuaj financiar. Përdoreni energjinë tuaj luftarake për të negociuar kushte më të mira. Kujdes me investimet e rrezikshme, kjo nuk është koha për të luajtur me fat. Fokusi juaj duhet të jetë te stabilizimi i brendshëm, jo te fitimi i menjëhershëm. Vepro shpejt, por me llogari. Peshorja. Ju jeni në mes të një konflikti financiar me një partner apo bashkëpunëtor. Dëshira juaj për paqe po ju bën të neglizhoni të drejtat tuaja financiare. Vendimi që duhet të merrni: duhet të kërkoni me diplomaci, por vendosmëri, një ndarje të drejtë të fitimeve apo burimeve. Mos e pranoni status quo-n. Shmangni firmosjen e çdo kontrate këtë javë pa rishikimin e një juristi. Nëse veproni me mençuri, do të siguroni një të ardhme financiare të qëndrueshme. Kujdes nga shpenzimet e tepërta për dhurata, pasi kjo po ju largon nga qëllimet tuaja. Vendimi juaj është qelësi për të rifituar lirinë financiare dhe personale. Demi. Fokusi është te vlera juaj personale dhe aftësia për të fituar para. Keni potencial të madh, por jeni i paaftë të kërkoni atë që meritoni. Vendimi që duhet të merrni: vlerësoni saktë veten dhe filloni të kërkoni më shumë për shërbimet tuaja. Kjo mund të nënkuptojë rritjen e çmimeve tuaja ose hapjen e një biznesi të ri. Mos u tregoni kokfort ndaj ndryshimeve të tregut. Investimi më i mirë këtë javë është te vetja, përmes trajnimeve profesionale. Kujdes nga humbjet e vogla në shpenzimet e përditshme. Ky vendim kërkon guxim, por do t'ju sjellë stabilitetin që dëshironi. Mos e neglizhoni asnjë detaj në planifikimin tuaj financiar. Binjakët. Tensioni financiar për ju lidhet me komunikimin dhe marrëveshjet e vogla. Keni shumë ide, por pak fokus.
Vendimi që duhet të merrni, përcaktoni vetëm 2 objektiva kryesore financiare dhe fokusohuni vetëm te ato. Mos i merrni përsipër projekte të reja që kërkojnë kohë dhe nuk sjellin fitim të menjëhershëm. Kujdes nga mashtrimet ose premtimet e mëdha nëpërmjet internetit. Fitimi vjen nga kontratat e shkurtra dhe të qarta. Përdoreni aftësinë tuaj për të negociuar kushte të favorshme. Duhet të jeni të gatshëm të anuloni një udhëtim të papritur që do t'ju kushtojë më shumë se sa mendoni. Luani. Kjo javë ka fokus të spekulimet, rreziqet e larta dhe fitimet nga argëtimi. Jeni të prirur të rrezikoni, por tani duhet të jeni të kujdesshëm. Vendimi që duhet të merrni, duhet të ndaloni çdo lloj loje fati apo investimi spekulativ. Kurseni paratë e fituara me mund. Kjo energji mund të kthehet në favorin tuaj nëse investoni në një pasion që mund të shndërrohet në burim të ardhurash. Kujdes me shpenzimet e tepërta për t'u impresionuar. Vërtet, duhet të shkëlqeni, por me logjik financiare. Fokusi juaj duhet të jetë të krijimi i një themeli të fortë, jo të fitimet e rastësishme. Birgjëresha. Tensioni financiar për ju lidhet me rutinën, ambientin e punës dhe shërbimet. Po e bëni gabim të merrni përsipër punë shtesë pa pagë. Vendimi që duhet të merrni, kërkoni pagesën e plot për çdo orë dhe shërbim që ofroni. Mos u bëni martir i punës. Organizimi i financave tuaja do t'ju sjellë qetësi. Kujdes nga shpenzimet e papritura për shëndetin apo riparimin e automjeteve. Një buxhet i detajuar është mbrojtja juaj më e mirë. Nëse nuk e bëni këtë vendim, do të ndjeheni të shfrytëzuar gjatë gjithë muajit. Përdoreni fundjavën për të analizuar çdo flet pagesë të paqartë. Akrepi, ju jeni në një periudhë transformimi të thellë, e cila ndikon fort te paratë. Vendimi që duhet të merrni, hyni në një proces rinegocimi të një borxhi, kredie apo të ardhurave të përbashkëta. Mos i fshehni problemet financiare, diskutojini me partnerin. Kjo javë ofron mundësi për fitime të mëdha, por ato vijnë nga burime që nuk i prisni. Kujdes nga tundimi për të shpenzuar emocionalisht. Ky vendim kërkon guxim dhe sinqeritet total me veten tuaj. Përdoreni intuitën tuaj të fortë për të dalluar investimet e duhura nga ato të rrezikshme. Shigjetari. Tensioni financiar për ju lidhet me udhëtimet, investimet e huaja dhe edukimin. Keni dëshirë të madhe të shpenzoni për aventura, por duhet të jeni të kujdesshëm. Vendimi që duhet të merrni, vendosni një kufi të qartë shpenzimesh për udhëtime. Investimi më i mençur është te trajnimet afatgjata që rrisin vlerën tuaj profesionale. Kujdes nga humbjet e vogla që vijnë nga neglizhenca. Besoni në aftësinë tuaj për të fituar para, por mos e sfidoni fatin. Mos i injoroni këshillat financiare nga një person më i vjetër dhe më me përvojë. Lëvizni, por me llogari. Ujori. Fokusi është të ndryshimi i papritur, grupet sociale dhe teknologjia. Mund të keni fitime të papritura, por edhe humbje të papritura nga shokët. Vendimi që duhet të merrni, krijoni një buxhet të veçantë për projekte komunitare dhe ndaloni dhënien e huave shokëve që nuk i kthejnë. Investoni në një ide origjinale biznesi në grup. Ky vendim kërkon të jeni më shumë praktik se sa idealist me paratë. Kujdes nga blerjet e tepërta të pajisjeve elektronike që nuk ju duan. Përdoreni logjikën tuaj për të shpëtuar nga problemet financiare të dikujt tjetër. Peshqit. Tensioni financiar për ju lidhet me jetën shpirtërore dhe ndihmën ndaj të tjerëve. Shpenzoni shumë para duke ndihmuar të tjerët, duke neglizhuar veten. Vendimi që duhet të merrni, vendosni një kufi të qartë për donacionet dhe ndihmën. Prioriteti juaj është stabilizimi i financave tuaja. Mundësi fitimi vijnë nga kreativiteti juaj. Kujdes nga mashtrimet dhe premtimet emocionale që kërkojnë para. Besojini intuitës, por llogarisni faturat. Ky vendim kërkon vetë dashuri, ndihmoni të tjerët, por jo në kurriz të shtëpisë tuaj. E dëgjuat? Të gjitha shenjat po kalojnë një tension financiar të madh, por ju keni fuqinë për të marrë vendimin e saktë. Mos e injoroni udhëzimin e yjeve.
Veproni me mençuri, hidhni çdo dyshim, dhe kjo javë do të jetë pikë kthese drejt stabilitetit dhe pasurisë. E keni në dorë, shpëtoni paratë tuaja. Cili ishte vendimi më i rëndësishëm që duhet të marrësh këtë javë? Lëreni një koment më poshtë dhe na tregoni si do ta ndryshoni fatin tuaj financiar. Shkruajeni për ta vulosur. Shpërndajeni këtë horoskop javor. Kjo është një fije shpëtimi për çdo që ka nevojë për qartësi financiare. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të pasur gjithmonë kontrollin e fatit tuaj.